Mirë dita, mirë se keni ardhur. Ju falenderoj që keni marrë kohë për këtë takim. Takimin e zhvilloj në kuadër të një serie takimesh që kam zhvilluar me të gjitha familjet e punonjësve të policisë që kanë rënë në krye detyrës. Besoj që jemi afruar drejt jeni grupi i fundit atëherë ju. Jo se jeni më të parëndësishmit, por kështu ka ardhur radha. Kemi marrë nga gjitha qarqet, duke filluar nga Kuksi deri në Gjirokastër. Dhe sot jeni ju. Qëllimi është ky. Besoj mbani mend, besoj keni qenë dikush nga ju në takimin e dhjetorit kur u zhvillua një mbrëmje për fëmijët e policëve dhe punonjësve të policisë të rënë krye detyrës, dhe atëherë pat shumë kërkesa për të më thënë ndonjë problem mua, unë s'kisha mundësi t'i dëgjoja realisht për të gjitha, dhe u thash që do të bëjmë nga një takim me secilin, me grupet ndryshme, në mënyrë që t'ju dëgjoj të gjithëve, t'i mbajmë shënim në gjithë problemet dhe të shohim pastaj se çfarë mund të bëjmë. Ndërkohë, strukturat përgjegjëse kanë punuar për të ndërtuar nga një dosje për çdo rast, në mënyrë që të kemi informacionet e duhura, të dimë cilat janë problemet kryesore dhe të pastaj mund të shohim se çfarë të bëjmë. Ndërkohë kam dhënë edhe një urdhër që përveç këtyre takimeve që bëj unë personalisht me të gjithë familjarët, të gjithë drejtorët e qarqeve kanë marrë një urdhër që do të vinë personalisht në të gjitha familjet, edhe për t'i takuar nga afër, për të parë në mënyrë që këta të jenë të informuar vetë mirë, dhe me qëllim që në të ardhmen drejtoritë e qarqeve, pra drejtoritë vendore të policisë të qarqeve, të kenë një sistem të qartë patronazhi me të gjithë familjet, për të njohur problematikën, për të munduar për të ndihmuar atje ku mund ndihmohet, edhe për të mbajtur këtë komunikimin e nevojshëm i cili është i domosdoshëm. Sot unë do t'ju dëgjoj të problemet tuaja, pastaj në përfundim këtij procesi ne do të do të ndërmarrim disa masa për ato gjërat që janë të mëdha, gjërat që janë të përbashkëta me të gjithë, në mënyrë që të bëjmë disa zgjidhje. Për shembull, ka një problem që kam evidentuar gjatë kësaj periudhe, është ndarja e atyre që kanë rënë detyrë në dy kategori, atyre që kanë rënë pas 99-s, që kanë trajtim tjetër, dhe atyre që kanë rënë përpara 99-s, që kanë një trajtim tjetër, dhe ka një diferencim të paarsyeshëm. Ky është një problem i madh. Problemi tjetër i rëndësishëm që kam evidentuar është problemi që ka të bëjë me strehimin, i cili nuk është zgjidhur për shumë prej familjeve, sepse ajo formula e ndjekur për të akorduar kredi kundrejt kushteve të vështira për të përballuar, pak a shumë ka rezultuar në një lloj zeroje, sepse s'mund të marrësh kredi kur s'ke çfarë le si garanci, si kolateral. Pastaj punësimi, raste individuale pafund, diku ka patur, kam vënë re që edhe drejtoritë vendore kanë punuar ndryshe, ka drejtori që kanë pas më në kontroll gjendjen, kanë pasur interesim më të shtuar. Ka dhe raste tjera kur ky interesim nuk duket aq i qartë. Dhe pra duke marrë në konsiderat të problematik, ne do të ndërmarrim disa hapa ligjore, do i paraqesim qeverisë një paketë masash për të adresuar problemet të mëdha. Jo problemet e vogla, se problemet e vogla kemi gjithë. Por problemet e mëdha ne do t'i trajtojmë. Ka qenë problemi i vendosjes drejtësisë në disa raste që janë kriminalet ende të pa dënuar. Ne patëm rastin e fundit me që është bë publik me uljen e dënimit ose krimin e mundësisë për ulje e dënimit të një kriminali të rrezikshëm. Besoj keni parë që qeveria ka të filluar tash të marrë masa dhe ndaj gjyqtarëve, patë se çfarë balin edhe në përsunduqjet e tyre, domethënë para të turpit tyre e tjera me radhë. Pra kemi ndërmend që të merremi këtë punë. Se ku do mrrim, do shohim, por që do të merremi ky është qëllimi pse jemi mbledhur. Mirë, do të vazhdojmë atëherë një nga një.
Së pari fillojmë me familjen e Veledin Pashaj. Përshëndetje dhe faleminderit nga zemra që e keni marrë seriozisht këto problemet tona dhe shpresojmë inshallah zgjidhen. Unë jam bashortja e Veledin Pashaj, Arta Pashaj. Bashorti im futet e kategori e para. Para 97-ës. Para 97-ës. Dhe siç thatë dhe ju që përfitimet kanë qenë pothuajse jo të kënaqshme, por nuk kemi përfituar përveç një pensioni, nuk kemi përfituar gjë tjetër. Do ta verifikojmë Këto janë të rastin e se ç'bëhet me ata banditët që kanë shkaktuar ka qenë ngjarje jashtëzakonisht e rëndë. Mirë, tani vazhdojmë me familjen e Lulzim Sadikajt. Ka njëri këtu nga familja e Sieni. Lutem. Ju Fationi? Po, Fationi. Si e keni punë? Mirë, ju falenderoj për që na keni drejt. Familjen tonë që na keni respektuar. Ne jemi 2 fëmijë, 2 vëllezër jemi. Baba jon ka ra krye detyrës. Jemi ngushtë me shtëpi. Nuk keni arritur të merrni as kredi? Jo. Qartë, edhe po kështu jeni nga jo, edhe ligji nuk ju ka favorizuar, jeni nga ata që ligji s'ju ka mbështetur, jeni nga ata që nuk trajtohen si, pra jeni para 99-ës. Mirë Fation, këto 2 probleme po mbaj shtim nga ju, apo keni edhe në gjë tjetër për të thënë? Për sa i parket për ta çuki varrezat e dëshmorëve? Po. Si ta shihni të syshme? Jo, për këtë, faleminderit që e ngre si çështje. Se këtë e kam ndeshur në shumë raste familjesh që nuk janë të vendosur gjithë në varrezat e dëshmorëve. Dhe këtë punë do ta bëjë policia e shtetit, do ta bëjë Ministria e Brendshme për të gjithë. Ne kemi vendosur kështu që t'i pyesim gjithë familjet që duan, që t'i zhvendosin eshtrat e tafërme të tyre në varrezat e dëshmorëve. Pra, të gjithë ata që do të jenë dakord me këtë, ne do të organizojmë pastaj në mënyrë të përqendruar rivarrimin e tyre në varrezat e dëshmorëve me kuptohet me shpenzimet e shtetit edhe me gjithë protokollin e nevojshëm që të bëhet edhe në mënyrën më dinjitoze të mundshme. Sepse vërtet e kam ndeshur këtë në shumë raste që lodhen në përqarqe, këshillat qarqesh, jo vendimi, jo kjo, jo ajo, jo shpenzimet. Këtë punë do ta bëjmë për të gjithë. Faleminderit. Faleminderit juve. Problemet tona janë të shumta, po neve nuk tu i zgjidhim gjithë për njerësh. Kryesorja është punë e strehimit. Jemi ngushtë pa. Për strehimin do shohim, ne kam diskutuar edhe me kryetarin e bashkisë. Edhe po shohim 2 mundësi që ose të gjejmë mundësinë të ndërtojmë diçka. Ta ndërtojmë vetë për këtë punë, ose të bëjmë një zgjidhje nga ato që bën bashkia, po kuptohet me kushte të përballueshme. Si ta shikoni ju? To shqetësime i kishim ne. Përshëndetje, zoti ministër. Përshëndetje, mirë se ke ardhur. Ju urojmë suksese në detyrën e re të ministrit brendshëm. Ju faleminderit për takimin që na bët. Vajta 20 vjet që më zhvar djali, mund të jem takuar me të gjithë, jam interesuar unë, jo ata, për ne. Dhe kisha vendosur që të mos flisja, të mos vija asë në institucion. Me qërë të ju kini ushtarak, vendosa të vi. Hallet problemet mi kanë djuar dhe shumë të tjerë këtu, si që kanë këta, ose në gjithë bashkë. Dhe kanë në vesh të ordër. Në momentet caktuara, përgjigja nga drejtuesit, e keni derën të hapët, çdo problem të vini. Dera jo e mbyll me çelës, po e salduat. Vajta 20 vjet që djali me zhvrar, qatë dhe që zhvrar, djali të Renea është bërë dëshmor, qatë ditë.
ke marrë statusin e dëshmorit. Dhe djali, se ju e thatë pak më parë, po dojtë t'ua them atë mirakull që kam unë. Nuk më shquar vërza dëshmore, po shumë të filë. Dua një përgjigje të fundit. Paka shumë e mora. Po, për kjo është e sigurt, kjo punë të ndodhi. Familja e Azem Meshi, si jeni? Përshëndetje, zotin ministër. Ju falenderoj sinqerisht për këtë takim. Është hera e parë që mblidhemi kështu. Këtë e themi me shumë bindje. Unë jetoj vetëm me vajzën, por 20 vjetorin tash im shoq. E ka marrë statusin e dëshmore. Jemi shumë në periferi të Tiranës. Jemi banesë totalisht të amortizuar, me lagështirë, me shumë vështirësi e përballojmë jetën. Tani 3 vite kam që kam filluar punë. Ajo kredia ishte e pamundur për neve me ato kushte, sepse mbas një viti ikën dhe pensione, sepse goca mbaron shkollën dhe ne nuk trajtohemi më me pension. Me një rrodhë mujore strehimi është ajo që ne na shqetëson më shumë. E shoh që gjithë lagështirë. Edhe goca me studime është në shtet, nuk kemi përfituar absolutisht asnjë gjë për vetëm pensionin mujor që marrim. Po tani me këto që u bën për studentët, përfiton vajza? Po tani i çuan një email me gjysmë çmime. Po akoma se ashtu. Që është master. Po mirë. Master për gazetari studion. Në si shkon në mësime? Shkëlqyshëm. Ashtu, ha? Është krenari, është shumë. Gazetari? Po, gazetari. A punon në qik, aktivizohet në media? Po, me kokë pjesme, Televizion Plusi. Përpiqemi këta fëmijët që janë edhe studion edhe janë të mirë, se jo gjithë janë të mirë tash. Kjo mundohemi t'i afrohemi, kemi filluar të afrohemi tek këtu, edhe këtu. Një për tyre nga këto takimet e kemi marrë tash punon ke kabineti im aty. Familja Hysni Kobila. Përshëndetje, faleminderit për këtë takim. Unë jam motra e Hysniut. Vllai im la 3 goca rrugë, i nusën me 2 kalamaj. Dhe edhe sot kësaj dite janë pa një shtëpi. Megjithëse kanë pas gjithë jetën mbështetjen e familjes. Para ca vitesh bëm kërkesën që t'i jepin një kredi që të kishte një shtëpi, një rezidencë ku t'jetojnë me 2 vajzat e veta. Mirë, po nuk ju dha kredia për arsye se i thanë duhet lesh garanci një gjë, sepse pensioni nuk është garant për shtëpinë, për këto. Prandaj tha, përsëritem edhe tash i kërkesën. Jam dakord dhe jam i bindur që kredia nuk është zgjidhja. Pavarë me këto kushtet që ka me 20% para pagim e me interesin. Okej, interesi s'është ashtu, po gjithsesi nuk e zgjidh. Në qoftë se ata do të kishin mundësi me parapaguese, me pas 20% se merrshin kredin, po. Nuk kishin nevojë me ardhë të fare. Jam dakord. Ata janë në fillimet e jetës tyne u shkput prish çdo gjë aty. Kështu që ata doshin një shtëpi pak. Faleminderit edhe të rri me besimin që ne do të bëjmë përpjekje serioze për të çështjen e shtëpive për gjithë. Ne po shohim mundësi që ti ndërtojmë këto shtëpi. Jo t'u japim kredi, po t'i japim shtëpi. Kjo do t'jetë ajo përpjekja që do bëjmë. Dhe ju jeni dhurata? Po. Po. Tani unë si gjitha ato kam vuajtur se shumë e vështirë të qahesh. Megjithatë, kam arritur, janë fëmijët, kanë studiuar, janë sistemuar. Unë një problem kam që zbardhja e vrasjes nuk është bërë. Ka 18 vjetë, ai është vrarë një nëndorë të 2 mishit në Tropoj, shoshla i Tropojës edhe ngjarja është pa autor. Ky është thelbi i problemit që keni ju. Një problem i madh është. Ky vend hyn për fatin e keq. Pastaj ka arritur në këtë nivel, por lëvizjes së eshtrave, unë i kam në shan. Tani mua tok për tok më duket, si dëshmorët, si atje toka i sojësh. Ai aty ka nënën, baban, vlezrit, motën. Është puna juaj atje, atëherë keni vetë vendimin për të. Familja Hajrullah Aliu. Çdo gjë është në rregull. Nuk kemi. E shoh pedagog, OPG, ti në polici. Duket një rast i pozitiv pat në ky rast juaj që na
Faleminderit. Të uroj suksese një këtu në... Ju faleminderit. Si ndihesh aty në vetë në punën tënde? Mirë. Mirë atëherë. Të falenderoj edhe ju ja keni dalë duket kështu. Me sa shoh edhe këto mjedisit e shtëpisë këto Kemi përfituar edhe kredin. Kemi arritur ta marrim. mirë, shumë mirë. Mund të jetë në të paktë të raste që po thosë Në ndihmesën e miqve kemi arritur krijojmë garancinë. shumë mirë. Familja Bujar Hekuri, si jeni? Përshëndetje zoti ministër. Unë jam i vllai të Ndirit Bujar Hekuri, i cili është vranë 2001-shin. Ngjarja është e pasbardhur. Po gjithashtu edhe eshtrat janë ke varrezat publike. Familja Kudret Takës. Si jeni ju? Përshëndetje, ministri. Falenderoj për takimin që na ofruat. Edhe jena në mungesë të statusit dëshmor të babait, nga që është shkak natyror, e kam kërkuar në përdyrë të shtetit, si përfundim kanë kërkuar gjyqi të bëjmë shtetin që pa aty u dorëzova se gjyqi do të ardhur siç është tek kohë që të rish mbrapa. Edhe nga kjo mungesë e statusit dëshmor, më është mohuar kupton çdo ndihmë. Kur shko kërkon ndihmë, sa ke statusin dëshmor thotë, apo po të largon. Po për statusin janë besojnë bërë procedurat? Po janë interesuar. Do të bëjmë të verifikimin edhe herë përpjekjen me Ministrinë e Mbrojtjes, shohim se pse ka ngecur, si është. Kam kërkuar edhe një pension për nënën, se nga që kaluam 18 vjeç fëmijët edhe u shkput pensioni. E kam kërkuar për të kaluar nënës që më thonë që i kalon nënës, kërko këtej, apo pas zgjedhje për mohuar. Ti kaloj. Nëse këtë do të bëjmë verifikimin tash, për këtë rast do të shohim që se si është, do të shohim edhe herë me Ministrinë e Mbrojtjes, të përpiqemi të bëjmë maksimumin që mund të bëhet, se kjo është një mënyrë mbështetje, por nuk mund ju them gjë tani për këtë. Familja Rushan Qyçllari. Faleminderit, zoti ministër, që na mundsoni këtë takim. Unë jam bashkëshortja Rushan Qyçllarit, ka rënë krye detyrës në vitin 2003. Kam vetëm një djalë. Më tepër e kam pas për punën e strehimit. Kam jetuar te motra 22 vjet te shtëpia e motrës. Me këto që më kanë dhënë ndihmën e këto, mundsova një banesë të vogël për veten time, po tani për djalin, ka 2 fëmijë, 2 vajza, bashkëshorten, edhe thashin nëse mundsohet në një kredi. Po mirë, do ta shohim të mundësinë në kuadrë të këtyre sa përpjekje si po bëjmë përgjithësi për banesat. Ndërkohë nëse ju mendoni që mund të aplikoni për të kredin, mund të lidheni në fund takimit me këta përfaqësues të policisë për të parë nëse mund të plotësoni kushtet për ta marrë të kredin që shumë pak njerëz e marrin. Kushte ashtu po. Dakor. Mirë, faleminderit. Ne po kërkojmë dhe do të marrim shumë studentë që kanë mbaruar me rezultate të larta për në policinë kriminale, për në hetim. Nëse do ta ketë këtë objektiv, po ta kishte sot, ditën e hënë do kishte filluar, po ta kishte mbaruar atë. Por do të jetë hapur, do të hapim tjetrin shtator. Kur e mbaron djali? Një vit. Ne duam disa qindra, do fusim këtu. Do të bëjmë një rinovim të thellë, dhe vetëm me këtë nivel, me që janë me mesatarë mbi 8, me anglishtën e me tjera me radhë. Duam që në polici të kemi një ndryshim rrënjësor në cilësi. Ju falenderoj shumë dhe gjej rastin që edhe për ju dhe për gjithë shoqet tuaja që jeni
pjesë të njëjtit rast, gjej rastin edhe t'ju shpreh solidaritetin tim edhe të qeverisë, se di që këto ditë keni përjetuar një rikthim në kohë për shkak të atij vendimit të turpshëm të gjykatës, të atyre gjykatësve tanë por besoj që tash e dini që ka filluar një proces ndaj tyre. Dhe shpresoj që drejtësia të japi përgjigje për ta, se është rast skandaloz edhe i turpshëm që ndodhi. Por do të dini që ndaj tyre është bërë diçka që s'është bërë në 30 vjet, në fakt. Nuk është bërë nuk ka ndodhur asnjëherë që ta. Por jo s'është mbyllur çështja, çështja është në vazhdim dhe shpresoj që të rivendoset drejtësia ashtu siç duhet. Tash problemet janë shumë, po varet. Kam bërë kërkesë për ta shpallur, për të marrë statusin dëshmor, dhe këtyre përgjigje negative. Edhe kam dëshirë që ta përfitoj këtë status. Edhe të zhvendosën e shtrat të varrezave dëshmore. Përshëndetje zoti ministër, ju falenderoj për mikpritjen. Unë jam Adriana Listafaj, motra e Pajtimi, që ka rënë krye të detyrës në nëntor të 2010-s. Unë jam aktualisht në strukturat e policisë shtetit, punoj si ndihmë specialist kontrollore në Rinas. Dëshira ime ishte që të vazhdoj ëndrrën e vllajti për marrjen e gradës, por me aplikimin që bëra për studentët civil me mesatare, isha kualifikuar, dje mbaruam domethënë edhe procedurat. Nuk e di nëse do krijohet mundësia që të mos bëj shkëputje nga policia, se prej 2 vitesh jam inspektore. Mos të bëj shkëputje nga policia e shtetit. Je aplikuar për të kursin që bëjmë tani? Po, me mesataren, e isha kualifikuar. Je kualifikuar? Po. Vetë isha, faleminderit. Do shkëputesh? Duhet të shkëputem totalisht. Po, do shkëputesh, s'mund të bësh ty. Do fillosh atje, në shtator mbaron kursin. Jo, nuk e di kur mbaron, më shpejt, 6 muaj është kursi. Po, për 6 muaj. Merr gradën në komisar dhe do fillosh një punë në strukturat e hetimit. Gjatë kohës që atje ka një trajtim financiar. 90.000 lekë çdo vit, a? Po studente jeti tash. 6 muaj, po më di që bën një kapërcim shumë të madh. Po. Faleminderit. Faleminderit juve. Ju faleminderit për ftesën, kam ardhur në respekt të ftesës suaj. Pasi kemi diskutuar problemet, çështjen e drejtësisë për vllajin është problem që s'ka marrë akoma zgjidhje, por gjithsesi në shpresën për të patur një dënim kundrejt atyre që kanë ngritur dorë mbi vllajin tim apo mbi bashkëshortët apo vëllezërit e secilit këtu prej nesh. Mirë, të falenderoj shumë. Faleminderit ju. S'kam çaj komentoj kësaj, thjesht na ngelet neve kjo barr për të marrë me neve, na ngelet neve policisë shtetit, kolegëve të atij që janë në polici, për të marrë me këtë çështjen e gjetjes dhe vënies para drejtësisë realisht atij që e mban përgjegjësinë. Falenderoj, të uroj dhe punë të mbarë atje ku je. Faleminderit. Familjarë tanë Cukut, si jeni? Dhe së pari falenderoj për pritjen e familjeve antarë të cilëve kanë bërë sakrificën sublime në kryet detyrës në zbatim të ligjit, në vllaj vogël. Dy janë kërkesat kryesore, të cilat besoj që çdo familje do e ketë, është qëndrimi afër, siç është rasti,
gjithë këtyre familjeve cilët kanë humbur dashurit e tyre. Dhe nderimi, respekti për sakrificën që kanë bërë këta oficerë policie në funksion të rendit të qetësisë publike, luftën kundër krimit të organizuar e tjerë. Për rastin nuk do hyjë në kërkesat financiare, jemi në pritje të dhënies së statusit dëshmorit të dheut. Kërkesa tjetër është unë jam brenda strukturave të policisë dhe e di edhe angazhimin e plot policisë për ta zbardhur, për të vënë para drejtësisë edhe një autorin e fundit ose organizatorin e fundit të ngjarjes. Falenderoj që keni ardhur. Sigurisht edhe unë jam deri i çliruar atë ditë kur u kap ai personi në Greqi, ishte një punë shumë e mirë për kapjen e atij personi që duhet mbaj përgjegjësinë. Dhe ka qenë vërtet mbas asaj të keqe të madhe, ka qenë një sinjal shumë i mirë që goditet vërtet. Edhe shpresoj që tani të vazhdojë gjithë procesi, po tani nuk besoj të ketë kthim prapa edhe procesi i dënimit atij ose të atyre. Të shpreh edhe konsideratën e respektit tim. Unë e kam njohur vllain tuaj personalisht. Kam patur shumë respekt edhe e ndjej edhe personalisht dhe për cilën edhe familjes të lutem ato solidaritetin tim dhe mirënjohjen dhe respektin. Edhe ndjeni veten të kështu pjesë e kësaj familje, ne do t'ju jemi afër. Ju si familje, sepse ashtu si gjithë tjerëve, meqenëse është edhe rast i freskët, e kam këtë mesazh të veçantë për juve. Ishte takimi i fundit në këtë cikël takimesh, ndërkohë që do të vijojnë takimet e drejtorëve të policisë, pra drejtorëve të policive vendore të qarqeve, të cilët do të vinë në çdo derë dhe një herë për të parë dhe një herë nga afër edhe për të vendosur një kontakt drejt për drejt. Ata do të kenë detyrë që në intervalet të caktuara kohore të bëjnë raporte me shkrim për këtë punë. Ne nuk ju zvendësojmë dot asnjë gjë nga ato që keni humbur, por ne do të përpiqemi që t'ju mbajmë afër, të mbajmë pjesë e kësaj policie e cila vërtet ka fatin e keq që ka kaq shumë dëshmor të saj, por edhe ka fatin e mirë që ka mundësi që të bazohet në sakrificën e njerëzve tuaj të afërt, në mënyrë që të ndërtojë një model, të inspiroj, të frymëzoj mbrezat e tjerë të policisë shtetit, sepse është i lidhur me i farë sakrificë puna në polici, do s'do, kështu është. Ka një, domethënë, ka nevojë që të kemi njerëz të motivuar në policinë shtetit, të kemi rrogtar, po të kemi njerëz që janë të motivuar për të shërbyer dhe në fakt shembulli i familjarëve tuaj është shumë i dobishëm për policinë e nesërme. Dhe prandaj unë i kushtoj këtë rëndësi të madhe. Dhe e tjetra është që shteti duhet të ndjejë përgjegjësi për këtë. Sepse duke ndjerë përgjegjësi për familjet e policës, në fakt i jep një mesazh për të tjerët që janë mbrapa. Që dhe nuk mund të shkojë pa vlerësuar asnjë sakrificë. Ne do të bëjmë tani këto gjëra. Do të finalizojmë një paketë propozimesh, kam diskutuar dhe me kryeministrin dhe ajo është në pritje të një pakete për të bërë disa ndërhyrje që janë të mundshme. Ju thash, për trajtimin e barabartë të gjithëve. Jo para 99-ës, pas 99-ës. E dyta për të parë me mënyrë serioze çështjen e strehimit. Jo të kredive, po çështjen e strehimit. Si mund të bëjmë që këta njerëz mos jenë në rrugë të madhe ose mos banojnë në shtëpia që janë të pabanueshme. Patën atje ku këto janë. Çështja e statusit, trajtimin me drejtësi të problemit të statusit, çështjen e respektit të dinjitetit ndaj varreve e tjera me radhë që të jenë aty ku duhet të jenë, sigurisht në bashkëpunim me familjarët, por për ato raste kur
Thash të kërkohet që t'jenë në varrezat e dëshmorëve dhe do të marrin masë që t'jenë atje. Dhe pastaj për këto rastet e tjera, që në rastet individuale, pastaj punësimi, bursa, ku diu këto, pastaj do të merrem rast pas rasti. Ju inkurajoj ato rastet e fëmijëve që kanë kaluar në atë nivelin që mund të bëhen dobishëm edhe mund të gjiten në strukturat lartë të shtetit, duhet të futen, të afrohen tek ne për t'i punësuar me praktika, për të hapur rrugë, për të ndërhyrë në mënyrë që të gjenë ato mundësi që mund të gjenë. Sigurisht që këtë punë nuk mund t'i bëj vetëm, por do të angazhohen të gjithë strukturat e policisë dhe do ta kenë detyrë të rëndësishme, jo thjesht luftën kundër krimit, edhe përballimin e demonstratave, po them kot, por do të kenë detyrë të rëndësishme edhe për kujdesin ndaj kolegëve tyre që si kanë më. Kaq mund t'ju them për sot, ju falenderoj, ju uroj suksese dhe ju uroj gjithë mirat. Faleminderit, punë të mbarë dhe suksese.